O Zot, ti e di më së miri për neve. Andaj me çdo sen që ka na godit dhe na sprovon, janë të mirë se ardhur. Urtësi dhe fshehtësitë e Allahut askush nuk i din. Askush na sprovon për më na shpalos, për më na gdhenjën, për më na largu gafletin, shkujdesin ton, për më na largu se imi dhon shumë as dunjas. Kja nu shumë të gjatë. Majat kanë balansin mes dunjas dhe ajretit, edhe na godet dhe na sprovon me lloj-lloj vështirësie, na korrigjon, na drejton, na orienton, na ndalat hovin e madh që kemi pas kësaj dunjaje. Andaj duhet të thojmë, o Zot, ata që ke caktuar për neve, qofte hajret. Nëse është hajër dhe dobi për mua, familjen time, për dunjan time, për botën tjetër të ardhshëm, për fejen time, Zot ma mundso dhe ma lehtëso. E nëse është e keqja, dhe një telashe dhe fatkeqësi për mua dhe familjen time, për këtë botë dhe botën tjetër, o Zot ma largo. Ne nuk dimi asgjë. Alhamdulillah që Zoti e ka marrë përsipër. Nuk na i kalon neve ne ta menaxhojmë ardhmërinë tonë. Nuk kemi aftësi dhe potencial dhe energji ne për vetën tonë me ditë ç'është më e mira. Se jemi të vegjël e jemi. Shikimi kemi të shkurt, ndëgjimin ashtu, jemi me aftësi të shkurta qoftë në meditim dhe në mendime. Ajo është i larti, më i madhi, më i fuqishmi, patroni i kësaj dunjaje, ai di çka është në favorin tonë. Andaj Zoti edhe na sprovon për këtë gjëra. Po, ne duhet t'i kuptojmë kështu drejt dhe sakt, e jo t'i kuptojmë me kuptime dhe paragjykime të këqija. A thua valla pse më goditi mu kjo? Po nuk e dimi na, po i pyete njerëzit që janë të sprovuar shumë, edhe ti thuaj vallë, a kishe pas dëshirë ndërhyrje të bashkë për veten tënde për çdo sprova, apo shqyqyr që e kilon Zotit mbi qyre dhe në menaxhim? Jam i bindur, them, pjesa dormuese do thonte shqyqyr që Zoti e ka marrë përsipër. Ku e ditit se çka është në favorin tonë? A di pas 2 fëmijë apo 3 fëmijë? Apo një djalë apo një vajzë? Sa nga njerëzit kanë dëshirë, ta kam djalë, ta kam një djalë, se kam vetëm vajza. Po i pyet ata të tjerë që kanë djemë, thonë, mos kisha pas asnjë, se ma ka bë jetën të zymt. Zoti di çka është në interes dhe favorin tonë. Andaj duhesh të ulesh edhe të mendojsh, subhanallah, pse na sprovon Zoti? Këtë pyetje duhet her pas here. Kjo që ndodhi, çfarë mesazhi e lë në vete? Duhet. Besoj se secili për juve ka pas prova të çuditshme, madje ndoshta edhe të mëdha. Po jam i bindur se nëse ka qenë i mençur, ka qenë në favorin e vet. Nëse nuk ka marrë mësim, këta duhet ta godasësh me një goditje të çoroditish se nuk merr fare vesh ky.